Mirëmbrëma të dashur teleshikues, emisioni e Marta Sportive në RTS Gjirokastra. Tashmë dihet që futbolli i luftëtarit ka përfunduar, ekipi i luftëtarit ka siguruar prangjitje në kategorinë e parë, por ndryshe nga herët e tjera sot në studio do të diskutoj për një sport që 4-5 vite më parë ishte mbuluar nga pluria rresës dhe bëhet fjalë për shahun. Siç dihet tashmë, sporti i shahut në Gjirokastër ka gati 4-5 vjet që ka lulëzuar, jo vetëm që ka lulëzuar, por po ndrin, sepse për të tretin sezon radhasi, ekipi i shahut të luftëtarit është pjesë e kategorisë superiore në kampionatin e shahut pranë në Shqipëri. Sot në studio kam trajnerin e ekipit të shahut të luftëtarit, zotin Armando Çani. Mirëmbrëma, mirë se ka ardhur. Mirëmbrëma dhe ju falenderoj për ftesën. Është kënaqësi që ju kam në studio pas gati një viti. Dhe kjo falë suksesit që ju keni arritur, sukses për të cilin e sot do diskutojmë bashkë në studio. Armand, thash në pak më parë që keni 3 vite që jeni pjesë e kategorisë superiore. Si ja keni dalë ju që të jeni pjesë e kategorisë superiore kur dihet që përballë keni shumë skuadra me emër në sportin e shahut? Po, është e vërtet, ne prej 3 vitesh jemi në kategorinë superiore të shahut për ekipin e të rriturve. Është një arritje jashtëzakonisht e mirë për qytetin tonë, për shahun e Gjirokastrës, sepse jemi në 8 skuadrat më të mira që ka Shqipëria. Flasim për skuadrat me emër si Partizani, Tirana, Teuta e Durrësit, Butrinti i Sarandës dhe luftëtari Gjirokastër bën pjesë në këto 8 skuadrat të elitë shahut shqiptar. Kjo u arrit me punë, u mobilizua ekipi, unë si trajner mora lojtarët më cilësorë që mendoja unë se do hipnin që të arrinin, që të ngjisnin luftëtarin aty ku i takon. Dhe me punë dhe me stërvitje arritëm objektivin. Për herë të fundit tani kampionati u zhvillua në muajin shtator në qytetin e Vlorës. Ky zhvillim i fundit i shahut apo jo? Këto janë çaste në stërvitja që po bëjmë me fëmijët e qytetit, kurse këtu është ekipi i shahut për të rritur që me kupën e kategorisë së parë që u gjitëm superiore para 3 vitesh në qytetin e Durrësit u zhvillua kampionati dhe ne atje zumë të parë dhe që prej 3 vitesh jemi në elitën e shahut në superiore. Sa është numri i shahistëve që ju stërvitni dhe që janë pjesë e skuadrës së luftëtarit në këtë sport? Për të rritur e keni fjalën pavarësisht të rritur dhe të gjithë bashkërisht. Fillojmë nga të rriturit, pastaj kalojmë dhe tek moshat e vogla. Ekipi luftëtarit për të rritur jemi rreth 10 veta, 10 shahistë të fortë. Aty ne para çdo kampionati mblidhemi me njëri tjetrin dhe zhvillojmë seanca stërvitore. Mund të përmend disa nga emrat e ekipit: Grigor Stavri, Alban Matushi, Nertil Nebiaj, Devi Çani, Çuni im i madh, Skerdi Cacaj, unë. Nuk e di kam menda tjetër, kërkoj ndjes po lash dhe në një jashtë. Stërvitemi para çdo kampionati, bëjmë stërvitje rregullisht dhe lozim si të barabartë dhe arrim objektivat tani prej 3 vitesh. Kjo është për ekipin e parë, që jemi superiore, kurse unë stërvis dhe fëmijët e qytetit, të qendra kulturore Fato Berberi. Më falë, profesor, para se të kalojmë tek fëmijët, po ndalemi edhe një herë tek të rriturit, ju thoni shahu si funksionon, si janë darë, domethënë tavolinat, sa lloj ose po themi çfarë modele shahu ka? Modelet e shahut tani janë 3 modele shahu të lojës, është loja standard, që është lojë e zgjatur, mund të arrijë Mund të shpjegosh pak edhe për teleshikuesit dhe për gjithë të apasionuarit e shahut, profesor? Loja bazë është loja standard që zhvillohet dhe në kampionate kombëtare kjo lojë zhvillohet që ka qenë lashtësia deri tani. Gjithmonë loja standard zhvillohet me kohë, ke rreth 1 orë gjysmë për televizor dhe 1 orë gjysmë kundërshtari, plus 30 sekonda çdo lëvizje. Dhe mund të zgjasë loja rreth 4 orë. Këtu jemi te shahu standard që në përgjithësi zhvillohen kampionatet.
Pastaj na shahu standard kalojmë te shahu Rapid dhe Blitz janë futur më pas se shahu standard nga organizata botërore FIDE e shahut. Rapidi mund të zhvillohet në 10 minutë plus 5 sekonda, por ka dhe mënyra të tjera, për shembull 15 minuta plus 3 sekonda. Ky quhet një kampionat i shahut Rapid. Pastaj është dhe shahu akoma më i shpejt që quhet Blitz. Është 3 minuta plus 2 sekonda për çdo lëvizje. Këto janë kampionatet që zhvillohen, por më i fuqishmi dhe më i forti dhe më i zhvilluar ju garoni në shahu standard. Si gjithë ekipet tjera të shahut në Shqipëri. Po. Këtu po shikojmë pra foton ku shpallëm kampion në kategorinë e parë. Albar Matushi, Gori Stavri, Nertil Nebiaj, Devi Çani, Armando Çani. Ju keni një grup fëmijë që stërvitin në shah, apo jo? Si e keni organizuar, si është mbarvajtja e punës tuaj tek shahu për fëmijët? Dhe sa fëmijë janë pjesë e shahut? Ka goca, ka më shumë djem apo ka më shumë goca? Unë stërvis dhe fëmijët e qytetit në shata qendra kulturore Fato Berberi. Aty stërvitjen e bëj të shtunë dhe të diel para dyte, rreth 1 orë gjysmë 2 orë çdo seancë. Tani aktualisht që po flasim kam rreth 23-24 fëmijë, kur nga të cilat 4 janë goca që kanë ardhur këtë vit. 24. Po. 4 i kam goca që kanë ardhur këtë vit për të mësuar lojën e bukur të shahut. Është një numër i lartë për qytetin tonë dhe jam i kënaqur që nga çunat kanë filluar dhe gocat të mësojnë shah. Dëshira është e madhe. Patjetër që edhe unë punën e bëj me pasion, sepse kjo lojë më ka pëlqyer që shpejt dhe mundohem me gjithë ato aftësitë e mia që kam që të pakaloj dhe fëmijëve të luajnë sa më mirë shah. Sa herë e organizon stërvitjen në javë? Stërvitjen e organizoj 2 herë në javë, të shtunë të diel. Të shtunë të diel të qendra e fëmijëve. Aktualisht ju funksiononi me pasionin tuaj të stërvitni fëmijët në shah. Nuk bëhet fjalë për, po themi, për çështje private, domethënë që stërvitni fëmijë që kanë dëshirë dhe pasion për shahun privatisht. Deri tani bëj jo privatisht, sepse nuk kam dhe kohën, jam i kuvezuar se unë punoj dhe në punë tjetër. Por avash që të bësh një shahist i mirë, domethënë kush do të eci në shah, mendimi im është që duhet të punoj dhe privatisht, qoftë me profesorin, qoftë vetë, por këto janë i kemi në të ardhmen synime kush do të eci akoma më shumë në shah, mund të punoj dhe me mua, qoftë me profesor të tjerë, tani është dhe koha e internetit, apo dhe vetë privatisht në shah. Që të ecësh sa më mirë dhe sa më shumë në çdo fush, edhe në sport duhet të punosh privatisht, sado që të jap punë të qendra kulturore e fëmijëve, sado të jap maksimumin, prapë ekipat e tjera punojnë shumë privatisht dhe do jenë diçka më mirë se ne. Sa kohë u merr, po themi, zhvillimi i një kampionati shahu? Koha e një kampionati shahu është minimumi 7 ditë. Sepse kampionatet e shahut zhvillohen me 7 raunde ose me 9 raunde, qoftë për fëmijë, qoftë për të rritur. Por kur janë me 9 raunde, për efekt kohe, organizatorët mund ta bëjnë 7 ditë, 2 ndeshje i bëjnë në një ditë, një paradite, një mbasdite, por aty varion të 7 ditë ose 9 ditë është një kampionat shahu standard, një kampionat që organizohet nga Federata e Shahut Shqiptare. Zgjat një javë ose 9 ditë. Ku u zhvillua kampionati i fundit? Kampionati i fundit për fëmijë u zhvillua në Tiranë. Ishte para 2 muajsh, ne aty u përfaqësuam me 6 lojtarë shahist të vegjël të rrethit tonë, disa prej të cilëve janë talente që kanë marrë më përpara dhe medalje,
Mund të citoj këtu... Mirë është i përmendim dhe emrat profesor që edhe vetë fëmijët që na ndjekin dhe na shohin nëpërmjet ekranit të RTS Gjirokastrës, të marrin një stimul moral, një stimulus më shumë për të qenë sa më pranë shahut. Herën e fundit u paraqita me 6 lojtarët më të fortë të ekipit. Kam Matias Golemin, që u paraqit në U10, quhet deri në moshën U10, që deri ndeshjen e fundit qe për kampion, por fatkeqësisht nuk e fitoi dot titullin kampion dhe doli i 4-ti. Por mos harrojmë se një vit më parë doli në vend të tretë. Kam dy vëllezërit me ne. Brian Mene, vllai më i madh, nën kampioni Shqipërisë 10, edhe ai e humbi në raundin e parafundit titullin nën kampion Shqipërie, që është diçka jashtëzakonshme tarisht në këto nivele, vendi i parë, vendi i dytë, vendi i tretë, po qoftë vendi i katërt, i pestë, aty merr pjesë gjithë shahistët e Shqipërisë për moshën U18. Imagjinoni çfarë garë e fortë dhe çfarë niveli i lartë që është. Kam çunin tim të vogël, Njardo Çanin, që dhe ai e humbi titullin nën kampion. Fal profesor, ju të dy djemtë keni të azhonuar me shahun? Po, të dy djemtë kam Njardo Çanin, që është çuni më i vogël, dhe Devi Çanin, që është çuni më i madh. Devi Çani ka dalë kampion Shqipërie për U16 para 3 vitesh, kurse Njardo Çani ka zënë çmime ndryshme si vendi tretë par vjet në U14, vendi i tretë në një turne në Maqedoni që u zhvillua në Shtruk para 3-4 vitesh gjithashtu, dhe çmime të tjera. Doja të vazhdoja këtu te kampionati, kisha gjithashtu Jao Skrelin, që është një lojtar i fortë, që është në U16 dhe ai garon bashkë me djalin tim në një moshë, dhe ai bëri një paraqitje shumë të mirë. Arlindi Saraj, që dhe ai zhvilloi një garë mbretërslënse shumë të fortë në moshën U12. Domethënë kjo gjashja që përmenda, pothuajse çdo vit përfaqësohemi me ta në çdo kampionat të fëmijëve dhe kemi marrë 3-4 medalje, të parat, dyta dhe treta. Për teleshikuesin, profesor, mund të sjellësh nga memoria tuaj gjithë arritjet që keni patur gjatë një viti që ne bashkë nuk kemi qenë pjesë emisionit në studio. Po, arritja më e madhe është ekipi shahut për të rritur, luftëtari, që qëndruam në superiore. Mes 8 ekipeve më të mira, u zhvillua në muajin shtator në kampionati, u zhvillua në qytetin e Vlorës. Aty u randitëm në vend të 5, që për mua është një arritje e mirë. Të gjithë çunat e ekipit që lojtën atje bërën një garë shumë pozitive, unë, Gori, Nertili, Devi, Caca, u paraqitën në mënyrë jashtëzakonisht mirë dhe të fortë, dhe arritëm ta mbajmë luftëtarin në superiore. Kjo që në arenë për të rritur. Plus kemi marrë pjesë individualisht në kampionatin në gjysmë finale që zhvillohet individuale çdo vit në qytetin e Tiranës, dhe aty kemi dhënë maksimumin ton dhe paraqitje të larta. Kjo që në rang për të rritur. Kurse për fëmijë, siç citova, bërëm kampionatin para një muaj, arritjet që përmenda gjatë këtyre 3 viteve, dhe viti i fundit, megjithëse nuk morëm dot medalje, u paraqitëm shumë mirë si luftëtar. Cila do jetë perspektiva e sportit të shahut në Gjirokastër? Perspektiva e sportit të shahut do jetë në rritje, do jetë pozitive, dhe bashkë me Federatën Shqiptare të Shahut, bashkë me Bashkinë që e falenderoj për kohët dhe vitet e fundit që po e mbështet sportin e shahut, sidomos hiq dhe sportet e tjera si sporti i futbollit, luftari që e përgëzoj që u futëm në kategorinë e parë, që jep mbështetje Do të jep pak minuta edhe për luftëtarin, se ju kam parë që jeni dhe sportdarës i zjarrit të luftëtarit. Po, e ndjek dhe ekipin e luftëtarit në futboll, në përgjithësi gjithë sportin.
Po të vazhdojmë këtu të shau, si që tash falenderojmë bashkinë dhe me arritjet tona që kemi pasur këto vitet e fundit, u kthie dhe vëmendja e shaut shqiptar në Gjirokastra dhe në muajin nëntor ne do zhvillojmë kampionatin kombëtar ekipor të shaut në qytetin e Gjirokastrës. Në muajin? Në muajin nëntor. Nëntor. Ky është një lajm i mirë për të gjithë apasionuarit e shaut dhe jo vetëm, apo jo? Patjetër, është një lajm shumë i mirë, nuk e di, mos mbaj mend herë tjetër që të jetë zhvilluar kampionati kombëtar i shaut në nivelet e larta, po flasim, sepse sa kalojnë vite dhe shaut bëhet më masiv dhe është zhvilluar shumë. Nuk mbaj mend që të jetë zhvilluar herë tjetër kampionati kombëtar ekipor i shaut në qytetin tonë. Por përveç kësaj, direkt pas mbarimit të kampionatit kombëtar të shaut, kemi dhe 2 ditë kampionatin mbar kombëtar të shaut në Rapid dhe në Blisë, në shaun e Shpejt, që përmendëm. Kampionati mbar kombëtar do të thotë të shtrihen për jashtë Shqipërisë, është brenda dhe Kosova, gjithë trojat shqiptare, dhe Maqedonia dhe kjo padyshim fsharitje për ju, profesor. Aty ku ka shqiptar janë, quhet kampionati mbar kombëtar i shqiptarëve fshaut, do zhvillohet në muajin nëntor në qytetin e Gjirokastrës, në qytetin tonë, që është një arritje shumë e mirë. Shau është lojë individuale, profesor, apo ka të bëjë dhe, po themi, ajo grinta, ajo dëshira për të kapur vendin e parë, vendin e dytë, mes lojtarëve, mes shahistëve që ju trajnoni. Është kjo? Patjetër. Kjo formulë do të thoja? Shau ndahet në 2 lojë, në lojë ekipore dhe në lojë individuale. Ka kampionat, siç përmendëm, kampionati ekipor, por ka edhe kampionat individual që konkuron individualisht, nuk përfaqëson tërë skuadrën, por përfaqëson veten jote. Por sa më mirë të paraqitesh individualisht, atje tregon dhe hapa cilësor dhe në ekip merr një vend akoma më të mirë. Pra luhet në 7 tavolina, apo jo? Luhet në 7 tavolina ose në 4 tavolina, varet si është organizimi në Federata e Shaut. Në tavolinën e parë patjetër luan lojtari më i mirë, në tavolinën e fundit luan lojtari më i dobët. Por kjo do të thotë se ai tavolinës 7 apo të tavolinës 4 është lojtari i dobët, dhe ai as diskutohet, është shahist dhe është shumë i fortë. Atëherë vlerësimi bëhet, profesor, ekipor në këtë rast, apo jo? Vlerësimi bëhet ekipor, por unë si trajner vendos kush do lozin tavolinën e parë, kush do lozin tavolinën e dytë, varet nga forma e lojtarit, nga koeficienti elo, sa më të fortë ke, sa më të lartë në luash në tavolinat e para, por varet dhe nga kundërshtari, studiojmë dhe kundërshtarin para ndeshjeve, mendojmë me njëri tjetrin, për shembull një lojtar mund të më thojë, unë sot nuk dua të los tavolinë të parë, dua të më kalosh një tavolinë më poshtë, sepse ndjej që ai kundërshtar është shumë i fortë apo ndjej që ai është më i dobët dhe mund të harra. Këto janë ato brenda ekipit. Stërvitja që ne bëjmë para çdo kampionati dhe para çdo ndeshje. Ju në Gjirokastër thatë që në nëntor do zhvillohet kampionati i shaut në Gjirokastër, apo jo? Po, do zhvillohet 2 kampionate, duhet të cilësoj këtë kampionati kombëtar ekipor për Shqipërinë. Ekipor për Shqipërinë, po. Dhe kampionati mbar kombëtar nga gjithë trevat shqiptare për shaun e Shpejt, për 2 shaut e Shpejt, për Rapidin dhe për Blicin, që do kenë dozën të dyja në një ditë të veçantë. Njëra do ta zënë ditën e shtunë, tjetra do ditën e diel, pas mbarimit të kampionatit kombëtar ekipor shqiptar. Është një arritje jashtëzakonisht e madhe, një reklam për qytetin tonë, një motivim për të rritë për shaun të mirën masivisht për të rritë e qytetit. Është diçka shumë e mirë dhe shumë e bukur për qytetin tonë dhe për shaun. Profesor, jeni besim plot se numri i fëmijëve do të rritet për të qenë pjesë e lojës së bukur të shaut, lojës së trurit, po e themi apo jo? Patjetër, as diskutohet fare si në gjithë Shqipërinë, si në gjithë botën, që dua të them këtu
një sekret ose një kështu një shau është sporti i dytë në botë tani pas futbollit. Nuk e di, a e dini, por... Jo, ne dim që është basketbolli, volejbolli. Jo, me sha miren më shumë... Ne që merrim me sport. Pas futbollit, shau në vitet e fundit është sporti i dytë që është masiv, është i dyti pas futbollit që miren të gjithë fëmijët, gjithë të rinjt. Në vitet e fundit renditet shau. Edhe në Gjirokastër, vitet e fundit kam shumë prurje të reja të ekipi fëmijëve, si që të thash, këtë vit vetëm 4 goca, 4 vajza, më para s'kemi pasur vajza, 24 veta, shumë, dhe mendoj se do vinë dhe të tjerë. Dhe ki kampionati që do zhvillohet në nëntor, që do të falenderoj bashkinë dhe federatën e shaut, që e vendosën në qytetit të Gjirokastrës. Që i besoj qytetit të Gjirokastrës. Po kesh dhe falë organizimit që ju keni marrë përsipër, profesor, bashkë me bashkinë besoj. Veçanërisht bashkisë, sepse të zhvillosh një kampionat kombëtar dhe mbar kombëtar, do dhe anën financiare. Nuk është aq e lehtë, sepse do vinë shumë shahist, numri shahistëve mund të arritë 200 veta, mendojmë të 200 veta, por vendos trajner, vendos arbitrat, vendos... Do jetë një trup e madhe. Do jetë një trup e madhe. Dhe falenderoj dhe njerë bashkim, por dhe Federatën Shqiptare të Shaut, por edhe ekipin ton të Gjirokastrës që vitet e fundit e mbajtëm në superiore dhe njihet qytetit ton për zhvillimin e Shaut, sepse nuk vjen rastësisht kampionatin Gjirokastër pa arritjet të tona të Shaut, qoftë për fëmijë, pa punë, pa pasionin, pa përkushtimin e të gjithë. Po. Profesor, të falenderoj, nuk e di nëse ke gjë tjetër për të thënë lidhur me sportin e bukur dhe inteligjent siç është shau. Jo, nuk kam gjë tjetër. Se dua të pyes edhe të lë pak minuta edhe për luftëtarin, për suksesin arritur të luftëtarit në këtë fund sezoni. Ju falenderoj dhe unë, për shaun e mbyllëm, ftoj fëmijët dhe të gjithë që duan të lozin shah, të miren me shah, ju ndihmon në gjimnastikën e trurit, siç i thonë. I zhvillon. Kjo që për shaun. Tani, për futbolin, pa tjetër unë ndjek dhe shumë futbol, kam ndjekur luftëtarin e madh, gjithmonë kam qenë në ndjekje të ekipit tonë të Zemrës, më bëhet shumë qefi që pas këtyre viteve arritëm të futemi në kategorinë e parë, falenderoj ekipin, i sukses e ekipit dhe vitin tjetër të jemi superiore. A biznet superiore, profesor, arriti drejt finishit. Sot u përcaktuan dhe finalistet, do të luaj Egnatia me Partizanin dhe Vllaznia me Dinamon. Ndërkohë që në fund, siç dim tashmë, ka kapitulluar Skënderbeu dhe Laçi. Ndërkohë që Tirana është në play-out me Pogradecin. Mendoj se ka Si e ke ndjekur, si e ke parë këtë futboll në përgjithësi në Shqipëri, si në nivelin e superiores, ashtu edhe në nivelin e kategorisë parë? Mendoj se në superiore 4 ekipet e para janë realisht ato që qenë më të forta. Egnatia, Vllaznia, Dinamo dhe Partizani qenë ekipet më të forta për mua dhe ato realisht duhet të ndeshen me njëra tjetrën për titullin kampion. Mendoj se Egnatia është me favorizuar me që zuri dhe vend të parë dhe ka dhe ekip më të fort, por do të thotë që i forti gjithmonë fiton. Mund të ketë dhe në një rëshqitje në shkraf, që mund të bëjë Egnatia. Mund të bëjë dhe dali tjetër kampion. Është gënjemi që Tirana, nuk mund të diskutohet Tirana tani të luaj play-out me Pogradecin, por futbolli në ditët e sotme mund të ndodhi, sepse ana ekonomike apo ana financiare nuk ka lojtarët e duhur. I uroj Tiranës të qëndrojë në superiore, sepse është një aset për futbollin. Po është maje e futbollit shqiptar. Skuadra më kuatuar, më kampione dhe më shumë tituj kampion dhe kupe ka fituar vetëm Tirana. Po. 25 kampionate ka fituar Tirana, jo pak. Po. Pastaj vjen Dinamo me 18. Mirë, ato janë gjëra të tjera. Janë statistika të kohës të shkuar. Për shembull, Dinamo dhe Partizani kanë filluar shumë më vonë në Tirana, ndaj Tirana ka shumë atje shumë kupa, shumë trofe. Por gjithsesi uroj të qëndrojnë në superiore. Rikthimi i flamurtarit në elitë në futbollit shqiptar,
Profesor, është për ju një, po themi, një zbukurim i kampionatit të ardhshëm? Patjetër, biles është i vonuar, flamurtari duhet të rikthyer më shpejt, flamurtari është një ikone e kampionatit shqiptar, është një zbukurim për superioren dhe uroj që dhe luftëtari të jetë në superiore vitin e ardhshëm, me pak punë, me pak përkushtim në atë gjithë, në sport dashësit, në ekipi, në bashkia, në donatorët, ta çojmë luftëtarin atje ku i takon, sepse është një aset, si flamurtari, si luftëtari, nuk mund të lozi në kategoritë para apo dytë. Një trajner si Arjan Bellaj, ishi luftëtarit edhe si futbollist, edhe si trajner, ka bërë aq mirë sa ka çuar Vorën në kategorinë superiore. Kjo është një rastësi, do të themi. Nuk është rastësi, unë Arjan Bellajin e njoh, e kam dhe shok, kam qenë dhe tifos i tij kur luante, qoftë këtu, qoftë në Greqi e kam ndjekur, qoftë me kombëtarët. Nuk është rastësi të çosh Vorën në Super League, të çosh Bylisin në Super League, të gjitha ekipet ku ai ka lojtur si futbollist, por dhe ka trajnuar si trajner, ka qenë në nivele të larta dhe kanë arritur, i ka çuar në kategorira më lartë. Për mua, mirë se të vi, do jetë shumë i mirëpritur dhe mendoj se mund të bëj një punë të mirë për luftëtarin. E ke dëshirë që të rikthehet luftëtari? Të lidi kështu rastisht? Jo, unë me që më pjetën, unë kam dëshirë të vite si trajner i luftëtarit, mendoj se do jetë, ose të jetë në stafin e luftëtarit, nuk e di, mendoj se do jetë një aset për ta çuar luftëtarin në superiore. Profesor, unë të falenderoj, ishte kënaqësi që të kisha sot në studio, edhe pse ishim të dy ballë për ballë e trajtuam Shahun, sukseset e arritur të Shahut, të mirëpres në emisionet e tjera, të uroj suksese. Ju falenderoj dhe unë dhe suksese të gjithëve, suksese gjithë sporteve të qytetit tonë. Natën mirë dhe miru takofshim.